Mbi 100 nxënës të fshatit Prejlep të Deçanit duhet çdo ditë të kalojnë mbi urën e shtrembur për të shkuar në shkollën fillore Sulejman Vokshi. Si pasojë e vërshimeve të fundit, ura lidhëse e fshatit Prejlep në shkollën fillore Sulejman Vokshi është dëmtuar dhe është pranë shembjes. Disa banorë të këtij fshati janë ankuar në kallzo.com për gjendjen me të cilën po përballen fëmijët e tyre. Ecja mbi urën e dëmtuar që disa ditë po rrezikon gjysmën e nxënësve të kësaj shkolle, që gravitojnë mbi të për ta vijuar mësimin. Kryetari i fshatit Prejlep, Bajram Zogaj, tha për kallzo.com se ka intervenuar pas vërshimeve me disa shtyllat e drurit që ura të mos rënohet krejtësisht. Me iniciativë timen personale shtyve, i kom shti 2 druna si skele se kësajte në këtë gjendje është ura dhe prapë që akullojnë nxënësat. Përkundër kërkesës tek institucionet komunale dhe premtimeve të tyre, kreu i fshatit Prejlep thotë se deri sot askush nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për rregullimin e urës. Të njëjtin shqetësim e ndan edhe drejtori i shkollës Sulejman Vokshi, Sami Lokaj. Ai tha se ka pasur shqetësime edhe nga prindërit, të cilët është dashur t'i shoqërojnë fëmijët e tyre për në shkollë. Është dashur për cilja çdo ditë e prindve, edhe me pru edhe me marr, kështu që kemi pas shqetësime jashtëzakonisht të mëdha se rrezike se shumica nuk e kanë ditë rrezikun që çka vjen nga ura kanë trupu qashtu. Edhe ai tha se i ka njoftuar organet komunale për rrezikun e urës që paraqet pas dëmtimit nga vërshimet e fundit. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Deçanit, Izet Zenuni, tha për kallzo.com se organet komunale pasi janë njoftuar për dëmtimin e urës, ka dërguar ekipet e saj në vendin e ngjarjes. Ai tha se vonesa ka pasur për shkak të procedurave të prokurimit derisa është përzgjedhur operatori i cili do të bëjë kryerjen e punëve. Procedurat është zgjedhur konkursi, shpresojmë tash në javës që përfundon. Do të thotë është vanesa e kësaj ure që është bërë deri tash në procedurë që po e merr ona prokurimit drejt e operatorit që e kryen punën. Sipas tij, kostoja e këtij intervenimi në urën e dëmtuar do të jetë mbi 1000 euro.